Zgjedhjet lokale të 2025 sollën ndryshime të dukshme në skenën politike të Maqedonisë së Veriut. Koalicioni shqiptar vlen fitoi shumicën e komunave të rëndësishme, ndërsa BDI dhe forcat tradicionale shqiptare humbën vende kyçe. Fragmentimi i komunitetit shqiptar me lista të ndara dhe rivalitetet e brendshme kanë dobësuar peshën negociuese të shqiptarëve në qendër. Ky rivalitet nuk është thjesht statistik, është reflektimi një sfide të thellë politike, si të ruhet uniteti dhe ndikimi kolektiv, ndërsa përballen interesat e grupeve të ndryshme brenda komunitetit. Kur votat ndahen, mundësia për të imponuar barazi gjuhësore, investime dhe zhvillim lokal zvoglohet, dhe çështjet themelore rrezikojnë të mbeten të pazgjidhura. Megjithatë, kjo krizë ofron edhe mundësi. Një përqasje të re mbi parimet, meritën dhe bashkëpunimin mund të kthejnë fuqinë e komunitetit shqiptar dhe ta pozicionojnë atë si një shtyllë të fortë të demokracisë në vend. Fragmentimi mund të jetë rrezik, por mund të shërbejë edhe si një alarm për ringjallje dhe reflektim strategjik. Shqiptarët do duhet të zgjedhin, të jenë spektator apo faktor vendimmarrës në vendin e tyre. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Agora. Zgjedhjet lokale të 2025 në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë përfunduar, por jo edhe dilemat që kanë mbetur pas, jo edhe pikpyetjet që kanë mbetur mbas këtyre zgjedhjeve lokale nga rezultati i tyre. Pikpyetje se si do të jetë vjoshmëria e politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, çfarë kahje do të marrin protagonistët e kësaj politike dhe forcat politike mbasi janë lexuar drejt të gjitha rezultatet në përfundim të zgjedhjeve. Unë kam shumë kënaqësi që këtë Agora sonte ta ndaj me një mik të mirë, po edhe me një kryetar komune i cili tashmë ka marrë besimin e qytetarëve të vet për herë të tretë në këtë zgjedhje lokale. Blerim Sejdiu, faleminderit që je në studio me mua. Faleminderit për ftesën dhe për mundësitë. Përshëndes emisionin tuaj Agora, shpresoj të kemi shumë sukses. Uroj të kemi të përbashkëta suksese dhe jam shumë e lumtur që kjo është intervista e parë si kryetar i mandatit të tretë. Po, ashtu është. Me që po e bisedonim dhe ju a kanë numëruar këtë mandatin e tretë. Vërtet me kënaqësi, do të thotë, unë hera e parë është edhe që vini këtë emision, por është edhe intervista ime e parë pas përfundimit zgjedhjeve, apo më mirë të themi në këtë mandat të ri. Keni kaluar një fushat goxha të ngarkuar, një fushat në raport me mediat sociale në përgjithësi që është parë në dy plane. Disa kanë thënë që ka qenë një fushat që ndoshta ka pas marrëveshje që të sulmoheni, ka pas edhe një pjesë tjetër që kanë thënë shumë qaf i kanë rënë Blerimit. Tash si ishte kjo fushat? Unë e di një gjë se për ju. Ajo pema që ka kokra, ajo sulmohet. Ajo që s'ka kokra, fruta, si ta them, nuk sulmohet, se s'ka çfarë të marrësh nga ajo. Dhe unë këtë kam qartë, nuk është hera e para, po nuk janë fillimet e ative sulmeve. Jeni hapur në përgjithësi me mediat, me... Unë mendoj se me rëndësi është qytetari çfarë mendon dhe se ato që sulmojnë, mendoj se është një fake sulm apo fake news dhe qytetari e din. Për shembull, ti i ke ndërtuar qytetarit një bulevard, Tazam, dhe del një medium tjetër apo një sulm që quani dikush e quan, më sulmon mua, më thotë se nuk ka asgjë aty, s'ka investuar asgjë, s'është bërë asgjë, qytetari e din ata është bashkë ashtu. Dhe mbi këta informacionet fake është realiteti që ata e shohin çdo ditë. Dhe mua kjo më intereson. Qytetarët nuk votojnë dhe nuk vlerësojnë kështu me bindje të them të portaleve, po e shohin realitetin, edhe do të dënojnë, edhe do të shpërblejnë. Kështu që ngelet fake news dhe ajo është e përkohshme, është një periudhë që sulmohesh ti, por qytetari nuk mashtrohet dhe e tregoj vetëm përsëri qytetarit se këta fake news nuk i pranon si të vërteta. Nuk ka pas impaktin që është pritur. Dhe asnjëherë nuk është hera e parë që ne sulmohemi, po puna është më e madhe se sulmet, këtë që ta them. Puna jonë është ajo që ne duhet ta etablojmë dhe të mësojmë edhe qytetarin, po edhe kryetarët e komunave, që kur e merr një detyrë, ke një përgjegjësi, cilën ti më nuk je ai që ke qenë në jetën e përditshme dhe private, po ke një angazhim të caktuar me kohë caktuar, dhe ti duhet të jesh vërtet në detyrë, në krye detyrës ashtu siç i ka hije. Si je në krye detyrës, je vetëm me realizim, se ne nuk jemi për politika të mëdha. Për shembull, kryetarët e komunave mund të jenë me kapacitet
ka raste ku ai mund të jetë edhe një politikan shumë i mirë. Orator i mirë, po. Mirë, po, detyrën ti që e ke në atë mandat, ti nuk je për të bërë politika të mëdha. Ti je për të bërë punët që qytetarët i ka besuar. Pastaj në të ardhmen shohim çfarë bëhet. Ndalojmë pikërisht këtu tek punët që qytetarët të kanë besuar. Qytetarët kanë besuar një mandat të tretë. Vërtet. Dhe fjalën numrin 3 do e përmendim disa herë. Cilat janë 3 prioritetet e këtij mandati të tretë? 3 punë ose 3 projekte të mëdha që i ke hapur në tavolinë dhe thua 1, 2, 3 kanë prioritet për t'i realizuar. Unë dua 3 fshatrat Pallatis, Treboq, Zërmisht t'i furnizoj me ujë të pishëm. Dua që të përfundoj pjesën e rrugës që është e Prejmerovës deri në Sallarev dhe të bëj turizmin në Sallarev dhe normalisht Zhelinën ta shpall qytet nesër. Ajo do ishte ëndrrejme më e madhe ku unë pasi të përfundoj mandatin, them ja ku e mora komunën dhe ja si u alash qytetarëve. Nga një komunë e haruar dhe rurale, me një komunë e transformuar në një qytet e bukur, sa ashtu e kam thënë edhe herën e parë ku kam dalë unë. Si ka mundësi kjo komunë të jetë e pazhvilluar, e cila gjendet mes Shkupit dhe Tetovës, por nuk kam dashur që ajo të ngel vetëm me fjalë. E ke thënë Blerim, por duhet të bësh diçka që ta dëshmosh se ti ashtu e do komunën. Dhe unë kam dëshmuar me punë, me bulevard, me vepra kapitale që sot Zhelina i ka gjitha. Dhe normalisht na presin edhe shumë punë tjera, por unë dua që atë vizionin tim që kam pas për Zhelinën, Zhelina 2029 apo 2030, siç unë e kam quajtur, do arrihet me sukses dhe do ta përmbyll aty ku kam dashur të arrijë, pra me komunën time dhe me një transformim gjithanshëm të komunës time. Turizmi të jetë i realizuar, jo në letër, infrastruktura deri te destinacioni i turizmit të jetë e realizuar në këtë mandat, Pallati i Kulturës të jetë i përfunduar me kinema me gjitha, të ketë diku 3 salla sporti dhe 6 fusha tjera sportive, 3 salla sporti dhe 6 fusha që të jenë të hapura, dhe normalisht çështja e ujësjellësit që do jetë për këta fshatra që përmendëm më herët. Shërbimet komunale, infrastruktura dhe korrupsioni kanë qenë 3 elemente që bazë të analizave të ndryshme ju kanë servirur si një lloj kritike gjatë kësaj fushate. Si u përgjigjeni ju? Shife, komuna e Zhelinës 3 vite, radhazi është zgjedhur komuna më transparente në Maqedoni dhe është zgjedhur nga USAID. Është zgjedhur nga Metamorphosis dhe është zgjedhur nga UNDP. Dhe unë këta institucione i respektoj. Dhe tani i vendon tavolinë këta institucione dhe vendon ti në tavolinë Akin. Thash nuk e di të cilët janë më të rëndësishme, kur e thot dikush diçka, pas një analize e bërë me disa informacione që ata kanë kryqëzuar edhe nga... Nëse dhe ata mund të ketë bërë analizat e tyre, që kanë ardhur në këtë konkluzion. Po, ata i bëjnë analizat me një podium tjetër, por nuk është sot momenti për t'i përmend, por i bëjnë ata pa dritë analizat atakit. Kupton, se nuk e ndezin dritën kur i bëjnë analizat, i bëjnë kështu fshehta, si ta them. Mirë, po e ndeze dritën, do të shohish rezultate tjera për komunën e Zhelinës. Dhe rezultatet janë publikuara dhe gjenden edhe në internet, por edhe ndaj institucioneve tjera, mendoj në institucione tjera mund të gjej shumë lehtë. Imagjino komuna e Zhelinës me një kryetar që ka qenë në moshën time, mos jetë asnjëherë e akuzuar apo të hapet ndonjë proces për korrupsion. Mendoj se edhe kjo është një sukses jashtë projekteve të realizuara që kemi pasur deri sot. Dhe unë nuk kam pasur ndonjë aferë deri më sot, dhe tani nuk mund të ta lavdëroj veten, po mund ta them çfarë ka ndodhur. Dhe nuk ka pasur ndonjë aferë kundër kryetarit komunës për ndonjë korrupsion caktuar. Fjala e pavërtetë çfarë folet, unë kam dëgjuar edhe shumë gjëra tjera, por ajo ngelet përsëri fjalë pavërtetë dhe jo e konfirmuar. Unë dua të arrij aty ku e kam destinacionin dhe atë plan, atë projekt që e kam, atë vizion, unë do të arrij. Kur luan futboll, e kam përmendur në një rast tjetër. Ti je i koncentruar të japish gol. Ti nuk je i koncentruar me publikën të merresh. Publika mund të të çajë, mund të të lavdëroj, ti jepi 3 gola dhe thuaj ja kush jam unë. Dhe ne këtu duhet të arrijmë. Neve na duhet realizimi që Zhelina apo Zhelinës i është dashur dhe sot atë jemi duke e bërë. Do kesh sharje. Ti nuk duhet të ndalosh. Do kesh ku ta di unë, shpifje, gjëra, por një gjë jo ka kërkuar të tjerëve.
nxjerrni argumentet një herë të vetme. Dhe ajo të përplaset ty pastaj që e ke shpif nëse nuk e argument. Se ty pastaj do jesësh shpifsi vet dhe e keqja vet, se jesh burimi të keqes. Përderisa nuk e argumenton. Ne kemi shumë kollaj të argumentojmë gjërat. Kemi sot edhe rrjete sociale, kemi postoj gjërat edhe do jemi shumë qartë, por jo me shpifje dhe jo me çdo kush ti të mundohesh të baltosish imazhin tim, cilin ne me ndershmëri kemi punu dhe të them edhe një gjë, nuk mund të realizosh projekte të këtilla nëse ti nuk punon me ndershmëri. Nuk ka rrugë tjetër. Nuk ekziston rrugë tjetër. O do merresh me çështje tjera që nuk kanë dobi për qytetarët, o do merresh me dobinë e qytetarëve që ka realizim. Neve na ka munguar kjo. Neve kryetarët të komunave kanë qenë kryetarë, gjithë kanë qenë të respektuar. Neve na ka munguar realizimi dhe ne këtu kemi garë me tjerë. Ne asnjëherë s'kemi pas garë me fjalë, me shpifje, me gjëra. Ato janë një arenë tjetër që unë nuk luaj atje. Dhe ato që mund të humbi, ama që nuk luaj atje. Me që e përmendët Akin. Kundërkandidati juaj gjatë kësaj fushate, zoti Sulejmani, sigurisht ka bërë edhe ai fushatën e vet, ka paraqitur edhe ai platformën e tij politike. Ku mendoni se ndryshuan platformat tuaja që e juaja mori prioritet tek qytetarët? Si do mi vlerësoni, se besoj se e keni parë dhe e keni parë edhe strategjinë politike të kundërshtarit tuaj. Tani keni parasysh regjia kur ta jep një rol ta luash, jo gjithë e luajnë atë rol. E para e punës. E dyta e punës ti du ta kuptosh pjesën e komunës dhe pjesën e projektimit. Nuk është kjo punë me do dal unë dhe do e provoj. Kjo nuk është xhiro që mund të ti edhe të bësh një xhiro të tillë. Kjo punë serioze dhe duhet të kesh një vizion tëndin. Përderisa ty nuk e din çfarë don, nuk mund ti të arrish të qytetari. Përderisa qytetari nuk është i bindur nga ajo ti që e thu, nuk depërton zemrën dhe mendjen e ti, ti nuk mund të arrish. Njëherë kundër kandidati nuk ka pas në një platformë. E para e punës, e dyta e punës shumë pak i njoftuar me punët e komunës. Njëherë problemi i parë, pse e them shumë pak i njoftuar, ka thonë 6 milion euro komuna e Zhelinës ka borxh. Dhe me njëherë aty, unë kam qenë detyruar të reagoj. Ka borxhe komuna e Zhelinës? Po ka 2 milion euro borxh. Dhe unë kam reaguar me një padi, ku unë do doja në gjykat të më tregon si është ai borxh, me thjesht. Unë do rri aty, kam ngritur, kam iniciuar procedurë pra, dhe dua që të më dëshmon se si janë ato borxhe 6 milion euro. Dhe nuk ka qenë asnjëherë komuna e Zhelinës me 6 milion euro. Këtu ti e sheh se sa larg informacioni dhe sa larg vërtetës është kundër kandidati. Qytetari din këtë punë ti nuhas. Pastaj komuna e Zhelinës shumë pak ka ngel për të premtuar dikush. Është shumë e vështirë në Zhelinë të dalësh kundër kandidati i kësaj pune të madhe. Është shumë vështirë. Se ti duhet çfarë të flasësh. Do i shkurtoj drunjt, se është problem. Po, është kollaj kur nuk ka punuar kundër kandidati asgjë dhe ti çdo gjë që të flasësh ka hapësirë për të realizuar, ka hapësirë për të investuar dhe ka hapësirë për të bërë një vizion për atë komunë. Tani, komuna e Zhelinës e ka gjetë rrugën dhe është qytetarët e dinë këtë vërtet. Shife, këta pamje, unë ju kam thonë, edhe në pjesët europiane, me plot gojva them, dhe me plot bindje, kam qenë gjitha vendet, në fshatra nuk i ke këto pamje. Në fshat, ndoshta në qytet i ke atje, por në vendet europiane, këto pamje në për fshatra nuk i ke. Dhe jenë bo me punë këta, këta nuk jenë bo me kuptan, kemi shku atje një lutje, kemi bo një janë bo me shumë angazhim dhe me shpifje nuk janë bë këto. Se shpifja nuk bën këto transformime të qytetit apo kërkeset e qytetarëve nuk kam ndonjë dëshmi dikund se ka ndodhur diçka, ndonjë punë me shpifje. Për këtë arsye, kundër kandidatët që do ndalin ose kurdo që dalin, duhet të jenë fillimisht për atë punë dhe duhet të jenë serioz. E para e punës, e dyta e punës, duhet ta dinë çfarë kërkojnë. E treta e punës, duhet t'i dinë informacionet mirë të komunës çfarë komuna posedon. Dhe normalisht e katërta e punës duhet të përgatiten, se nuk është thjesht dalësh kundër blerimit apo kundër një kryetari që ka punu kudo qoftë kryetari. Mund të jetë dhe një komunë tjetër që ka punu shumë dhe ti nuk del kundër blerimit ose kundër atij kryetari që ka punu, del kundër qytetarëve
që e duan projektit vazhdohet, se ti e çaj i thuat i qytetarit, do vjen një tjetër pa ai e kërcënon të qytetarin se projekti do ngelet në gjys. Ai nuk e pranon ndryshe. Me që jemi tek projektet projektet e realizuara apo premtimet e realizuara. Një prej kritikave që është bërë ka qenë që në 2 mandatet e kaluar, pra në 8 vite qeverisje, ju nuk keni arritur që ta kompletoni, si thua, furnizimin me ujë të pishëm në të gjithë lokacionin që mbulon shtrirja gjeografike e administrimit të komunës tuaj. Do të thotë, çështja e ujit pishëm është problemi më i madh që ka gjithë Maqedonia, po edhe qytetet e mëdha. Ujë të pishëm nuk ka as Istanbulli, as Berlini s'ka ujë të pishëm. Është çështje e madhe kjo. Mirë po, unë jo them një gjë, se e di si të arrijet deri aty. Dhe jam duke punuar. Do të thotë gjatë gjithë kohës është terreni shumë i madh, është terreni shumë i vështirë dhe ka pas shumë pak resurse. Unë kam përmend, nuk jam tip që arsyetohem shumë. 4 vite më kanë penguar qeveria paraprake me BDI-n, e përbërë me BDI-n për ujësjellsin. Unë kam të nënshkruar marrëveshje për ujësjellsin, ato mjetet që i kanë fituar pra nga ministria, më ka ardhur e refuzuar kërkesa disa herë. Erdh ministri i ambientit qetësor me kërkesën e parë. Ma aprovon kërkesën dhe sa to më takojnë mu. Jo mu si komunës time, qytetarëve mi. Imagjinoti 4 vitet ka ardhur refuzim. Dhe unë s'kam bërë asgjë tjetër. Kërkesën e njëjtë ja kam ndruar datën dhe kam dorëzuar përsëri në atë ministri. Ndrohet qeveria, ndrohet ministri dhe ti të vinë 4 projekte. Për ujësjellës, një në Merov, që është duke u realizuar, që ishte edhe ministri pra Izet bashkë me mua atje. Tani do nisi realizimi i ujësjellësit në Pallatis, një fshat shumë i madh, në Trebosh, po ashtu një fshat shumë i madh, dhe në Uzërmisht. 3 do nisin, një ka nis. 4 fshatra furnizohen me ujësjellës më njëherë dhe më kanë bërë pengesa shumë. Dhe unë nuk dua këtu të flas për sa më kanë bërë pengese, po unë dua të flas se atë që e kam thonë, atë që e kam premtuar, do të realizoj deri në fund dhe ata populli që i dënoj, që i pam këto zgjedhje, janë ata që i kanë penguar projektet e shqiptarëve dhe qytetarëve në përgjithësi, sepse të pengosh, mund të pengosh një herë, mund të pengosh 2 herë, por nuk mund të pengosh përgjithmonë, për arsye se do vijë një garnitur tjetër politike, do vinë njerëz tjerë që do të rrëzojnë nga qeveria dhe do t'i marrin punët në dorë vetë, do t'i realizojnë gjithë ato projekte që të qytetarëve jo ke penguar dhe sot janë duke u bërë realitet. Me që e përmendët Pallaticën, ju gjithashtu keni marrë pjesë edhe në fillimet e një aksi rrugor që do ta lidhim me Zhelinën? Po. Ne e përfunduam atë. Sa e rëndësishme është kjo pjesë dhe si mendoni të realizoni financiarisht deri në fund? Po ne i kemi mjetet për atë rrugë. Mjetet janë fituar nga qeveria, nga thirrja, nga krediti hungares. Projektin e përfunduam 3 ose 4 ditë para zgjedhjeve të 19 tetorit, pra të raundit parë. Dhe për këtë mendoj në 19 tetorit e kam fjalën. Dhe për këtë jam okay, kam përfunduar projektin, tani ngelet që të vazhdoj me projektim aty të bëj edhe trotuarët e njërës anë, ma të tje edhe ndryqim. Unë aty në atë fshat kam bërë edhe një rrugë që nuk ka ekzistuar, rrugën që i lidh Pallaticën me Tetovën, një rrugë që qytetarët e kanë pritur një shekull ndoshta, ne ashtu i themi se nuk ka ekzistuar ai rrugë, ka qenë aty një far lloj lumi apo knete që ishte e pa imagjinueshme në shikim të parë se mund të realizohet një rrugë aty, por ne bëm realitet dhe aty është një rrugë që ka lehtësuar jetën, jo ka lehtësuar kohën, mendoj ja ka shkurtuar kohën dhe vërtet është një rrugë që ata edhe Pallaticën edhe Treboshin i bën më të qasshëm, më lehtë të qasshëm në qytet. Shumë premtime që keni bërë, padyshim që janë projekte të mëdha që kërkojnë edhe një financim që padyshim që del përtej mundësive le të themi të buxhetit të komunës, buxhetit vet. Dhe do duhet asistencë dhe mbështetje nga pushteti qendror. Mendoni se do ta keni këtë mbështetje nga pushteti qendror, që duket se në këtë zgjedhje edhe brenda qeverisë ka pak hatërmbetje me njëri tjetrin? Jo, unë do ta them një gjë. Hera e parë është që qeveria ka krijuar një formulim
të ndarjes apo shpërndarjes mjeteve për gjitha komunat. Dhe ai formulimi ka qenë 135 euro në kokë banori rezident, që do të thotë se komuna aq banor sa ka rezident, heret 135 euro në kokë banori, aq milion euro i takojnë asaj komune dhe kjo është puna e parë, informacioni i parë. Pastaj, ta zëmë se komunët e Zhillinës i kanë takuar 2.5 milion euro nga kjo thirrje, mirë. Por, ne si komunë nuk e kemi përfunduar gjithë pra misionin këtu. Ti do t'i kesh projektet për ata mjetët që të takojnë. Nëse shuma është 2.5 milion euro që takojnë, ti do të kesh edhe projektet që të i marrë që të mjetët. I keni ju projektet? Ne jemi duke i realizuar. Komuna e vetë në Maqedoni është që projektet që i kam fituar në thirrjen e fundit jam thuajse 80% realizim. E imagjinon, ende nuk ka nis komuna tjera. Nuk ka nis, unë jam duke i përfunduar. Dhe ne kemi ecë vërtet shumë shpejt, por ne jemi me një staf shkëlqyer, kryetarin e kanë që e din punën saktë çfarë duhet bëjë dhe unë mendoj se kaq duhet për një komunë për të pas realizim. Mirë po e kishim fjalën të qeveria që ka nda formulimin në mënyrë barabartë dhe këtu nuk ka qenë më parë kështu. Ka qenë baza politike. Do të thotë ti aplikon, i plotson kushtet, je në listë dhe për një moment del lista ti nuk ke fare në listë, nuk figuron. Të kanë hequr. Pa arsye tim. Dhe ti si komunë e dërgon një farë shkrese duke kërkuar sqarim ligjor, pse më keni heq, nuk ka përgjigje. Dhe kështu ka ndodhur. Tani është shumë e pastër, shumë transparent. Dhe asnjëherë s'ka qenë kështu. Nuk them se ne jemi qeveri, jo, po këtë që e them unë, e them me përgjegjësi se e din komunat tjera që nuk janë të partisë time, po që kanë qenë pjesë e thirrjes. Se tani ne kryetarët e komunave u ndruan në muajin tetor. Disa u ndruan në muajin nëntor në raundin e dytë. Mirë po thirrja ka qenë muajin e tretë 2025. Kanë qenë kryetarët komunave të BD-s. Dhe ato e din shumë mirë se unë që flas sa është kështu. Do të thotë formulimi ka qenë transparent dhe i barabartë ndaj gjithë komunave në mënyrë të njëjtë. Formulimi jo ky, varësisht ti sa je i përgatitur me projekte, ec merri vëlla dhe realizoj. E tani ç'a ndodh? Tani këtu është momenti. Ti si komunë nuk je i përgatitur me projekte. Thirrja zgjat një muaj, ti nuk aplikon. Se si je i përgatitur, se projekte nuk mund t'i përgatitesh ti për një muaj, mund një ta përgatish për një muaj. Po kur do të vinë 10 projekte, 15, 20, varësisht sa ke, ti nuk mund t'i përgatitesh për një muaj. Sa i për një muaj është shumë kohë shkurt. Ne dimrit, kur nuk mundemi të realizojmë, ne i bëjmë projektimet, jemi gati, furnizohemi me projektime, e dim saktë çfarë duam, dhe kur në vinë momentit i shpalljes, i hapjes mundësive, ne atëherë i marrim projekte dhe i realizojmë. Gjithë të fjalë të mira për pushtetin qendror, unë do t'ju bëj një pyetje po pak më vonë, sepse tani do të mbetemi sërish tek pushteti lokal. Një nga sfidat më të mëdha që kanë bashkitë, komunat, është inkorporimi i zonave rurale në ndarjen e investimit, në përmirësimin e cilësisë së jetës, në le të themi zbutjen e pabarazisë që kanë qendrat me zonat rurale. Ju drejtoni një komunë që ka goxha shtrirje gjeografike. Si mendoni ti inkorporoni këtë zona rurale me infrastruktura apo me investime të ndryshme që ti përafrohen edhe kësaj Zheline që shohim ne? Sipas meje, puna e parë që duhet bësh ti duhet të ndërtosh infrastrukturën. Ajo është fillimi, baza çdo gjëje. Edhe aspekti nën-toksor, infrastruktura nën-toksore, ujësjellës me rrjet të kanalizimit fekal apo atmosferik, dhe pastaj pjesën e ndërtimit të infrastrukturës rrugore e kështu me radhë. Ne jemi duke bë atë dhe jo rastësisht ne investojmë në infrastrukturë dhe në investime kapitale që të bëjmë njerë kushtet apo para kushtet për të arritur te faza tjetër që ne pastaj do themi se nuk është bash rurale si ka qenë, po sot ka dhe kushte tjera, ka ujësjellës. Cilat janë vështirësitë më të mëdha për të realizuar? Vështirësitë më të mëdha është rrjeti i kanalizimit për arsye se në rajon Pollogut ende nuk ka stacion filtrimi të ujrave zeza. Që është një disaster apo një katastrofë ekologjike që edhe Gosivari dhe Tetova me rrethin deri sot përfundojmë gjitha ujrat e zeza në Vardar, në lumin Vardar, që është një katastrofë ekologjike. Tani në Tetov ndërtohet një stacion filtrimi që do t'i merr 3 komuna, por komuna e Zhelinës nuk mund të hyjë atje për arsye të gjeografike. Për arsye të reliefit që është më e ulët. Dhe kanalizimi, rrjeti i kanalizimit nuk shkon për pjesën e sipërme, por shkon vetëm me rrënje të lirë.
Tani ne jemi duke projektuar 2 stacionet filtrimit. Një në Rogle, që do jetë për 10 fshatrat e Dervendit, dhe një do jetë në Pallatic për pjesën Trebosh, Pallatic, Zërmisht, Stremnicë dhe Zhelin, kuptohet edhe Leshnic. Dhe me këta 2 stacione filtrimit ne do ta zgjidhim problemin e ujrave zeza dhe nuk do përfundojnë më në Vardar. Dhe këtu me këtë do kemi edhe ujë të pastër, se pasi filtrohet ai ujë, pastaj del i pastër. Është një sistem, një koncept evropian i vjetër, por te ne është ende i ri sepse nuk ka investuar, dhe këtë aspekt shteti duhet të kushtoj vëmendje më të madhe. Dhe pastaj çka është edhe diçka shumë e rëndësishme tjetër. Në hulumtimet edhe të UNDP-s, por edhe tonave, 70% e ujrave në Maqedoni, ujrave të pishëm, gjenden në malin Shar. Dhe imagjinoni ju komunat që gjenden në malin Shar nuk kanë ujë pishëm. Domethënë, e përsëris, 70% e ujrave në gjithë Maqedoninë gjenden vetëm në një zonë, vetëm në malin Shar. Gjithë ujrat. E këta komuna që gjenden bashkë te burimi i ujrave nuk kanë ujë pishëm. Dhe kjo çfarë do të thotë? Do të thotë se qeveritë e kaluara nuk kanë dhënë buxhet për të nisë punimet e realizimit të një ujësjellëse që të kenë gjithë fshatrat të rrethit të tokës ujë. Zhelina ujin e ka nga toka, nga puset e tokës. Që përsëri nuk është në rregull pse unë duhet të paguaj rrym kaq shtrenjtë që ujin ta çoj deri tek qytetari. Dhe unë dua që ujin ta marrim ne gjithë nga mali Shar, se mali Shar ka kapacitet për gjithë Maqedoninë në ujë. Dhe ne këtë duhet ta bëjmë, që qeveria duhet të fokusohet, dhe aty jemi duke bë, të fokusohet ndaj buxhet që të kemi ujë të pishëm nga burimet e Sharit për gjithë komunat, për arsye se ka ujë të pishëm dhe ka mjaftueshëm ujë të pishëm edhe për Zhelinën, edhe për Bugovinën, edhe për Tetovën, edhe për Te Arcën, edhe për Brvenicën, edhe për Jugonovcën. Misisht një pyetje. Po. Duke qenë se edhe në moshë jeni i ri, a mendoni se është normale në zgjedhje lokale të 2025, jo vetëm në komunën tuaj, po në gjitha komunat, akoma ne të diskutojmë ujin e pishëm? S'është normale as pak. Është gjëja që më e keqe i ka ndodhur Maqedonisë, por këtë duhet ta merr fajin dikush që ka qenë dhe ka pas hapësirë kohore në qeverisje. Do të ka pas mundësi të them. Nuk flas unë për inat dikuj ose për qefin e dikuj. Unë flas se edhe unë nuk kam të drejtë në Zhelinë nesër pas 2 mandateve ose 3 të them këtë apo atë. Nuk kam të drejtë. Dhe neve nëse na jepet mundësia, 20 vjet jemi në qeveri dhe çdo votim të buxhetit qeveritar që ndodh flasë shtetëror, buxheti i Maqedonisë është 5 miliard apo 6 miliard euro në nivel vjetor. Ti imagjinon prej 2002 deri 2024 sa buxhete shtetëror janë votuar dhe nuk ka pas asnjë shpërndarje për ujësjellësin e Tetovës. Sikur ata të tjerë ta kishin bë 1/3 apo gjysmën, edhe ne do ta bënim gjysmën dhe sot do kishim gjithë ujë. Nuk kanë nisur as pak, as projekt nuk ka, Fatjona. Projekt nuk ka, nuk ekziston projekti. Tani, të paktën thuajmë, ja projektin e kanë bërë gati. Ti realizoje. As projekt nuk ka. Domethënë, absolutisht nuk ka pas interesim, dhe kjo është ajo e keqja e neve që na ka se realisht mua më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë 2025-ën të diskutohen akoma gjëra jetike për qytetarët është pak diskutabile. Dhe është diskutabile. Me që e përmende pak më përpara këtë punën e dëmeve ekologjike që sjellin mospasja një infrastrukturë për filtrimin e ujrave tjerë. Për deponit, Zhelina si ka marrë masa për deponit e mbeturinave? Ne kemi pas duke qenë se është një komunë e madhe. Ne kemi pas një deponi që e kam gjetur unë, ku kam ardhur dhe e kam pastruar. Ka qenë vetëm një deponi në komunën Zhelinës që gjitha mbeturinat e amvisrive që një farë koncesioneri i ka grumbulluar me një kohë, i ka hudhur në një tokë private, pa ndonjë certifikat, pa ndonjë të drejtë ligjore, pa ndonjë respektim të ligjit. Kështu, në mënyrë të egër, ka hudhur, ka grumbulluar, vazhdimisht, dhe ajo bën një farë mali aty, kodrine të mbeturinave dhe askush nuk përgjigje. Aktualisht si menaxhoni me? Dhe aktualisht kam ndruar koncesionerin, tani hudhen në Rusino, nuk hudhen në komunën Zhelinës, kam sjell rregullore të re, ku thuhet se nuk ka të drejtë askush në komunën Zhelinës të krijojë mbeturina pa ndonjë procedurë ligjore. Nuk lejohet. Ato hudhen në Rusino
ajo është eliminuar apo është bartur e gjitha nga aty në Rusino, që është deponia e vetme e pranuar nga shteti, dhe tani ajo u pastrua. Tjetër deponi kështu në ashtu ka qytetarë që vërtet janë të papërgjegjshëm dhe unë çdo herë ju kam bë apel, mos hudhni mbeturina për arsye se kompania vjen deri tek shtëpia, ju a merr mbeturinat dhe vin çdo javë dhe është me orar i sakt dhe është vërtet turp të hudhen mbeturinat në vende të ndaluara. Dhe nuk ka arsye pse. Çmimi nuk është i shtrenjtë, diku 50-60 euro nivel vjetor është çmimi, që është i përballueshëm. Dhe nëse o çmimi i përballueshëm për raste sociale, komuna ka marrë përsipër ato të shlyje apo ato të mboloj, dhe unë nuk e di çfarë t'ju bëj më shumë atyre tani. E tani pas kësaj përsëri del dikush, hudh mbeturina në vende të ndaluara. Unë nuk mendoj se ai personi që hudh vende të ndaluara nuk e din se është ndaluar. Ai e din, po e hudh dhe ne jemi duke luftuar pra. Jemi betejë. Me që jemi tek betejat e përmendet disa herë dhe pushtetin qendror, këto zgjedhje për hir të vërtetës, paktën në mënyrën se si unë i kam parë, më shumë ishte u duken si zgjedhje qendrore më shumë se sa lokale. Më shumë politikanët diskutuan pozitën e njëri tjetrit se sa platforma reale për pushtetin lokal. Dhe qytetarët më shumë dëgjuan përballje politikanësh se sa platformat mirëfillta që u prezantuan me çështje që janë jetike, pra, pikërisht këto që po i diskutojmë ne deri tani. Si keni parë ju këtë lloj përballjesh, këtë lloj fragmentizimesh, qëndrimesh? Mirë, një pikë që është vërejt dhe është e saktë ajo që e thoni. Ka ndodhur edhe në kampin tuaj, për shembull në rastin Ramadani është një precedent. Unë mendoj se ai kryetari i Akit e thej, pra këtë që e thoni ju, ai filloi me legitimitetin, se ne nuk mund të fshehim gjërat, janë publike. Dhe sot edhe ajo si armë që luftohej vleni u shemp, u azjesua, për arsye se edhe legitimitetin populli ju a dha vlenit. Dhe unë mendoj se temat qendrore në një fushat lokale i flet vetëm ai person apo ata njerëz që nuk kanë çfarë t'ju ofrojnë qytetarëve. Kur nuk ke projekte. Po e keni bërë dhe ju të njëjtën gjë ama. Jo, ne nuk e kemi bërë ne. Do të thotë unë gjithë këta që i kam pa, liderët e vlen apo kandidatët më mirë, ta them se kanë qenë zgjedhje lokale, kanë qenë përgjigje ndaj akuzave që na ka bë kryetari i Akit apo kryetari i BE-s. Ju s'keni iniciuar asgjë, vetëm keni pritur. Po, ne kemi përgjigjur, ne kandidatët që kemi pas. Unë kam pas raste, unë nuk jam marrë se s'ka pas edhe kohë ti ndjek gjithë, se jam marrë në fushatën time, po sa kam pas mundësi ti ndjek, do të thotë gjithë janë marrë me projektet që vërtet i duan qytetit edhe në Çajër, edhe në Tetov, edhe në gjithandej. Ato që kanë qenë vazhdimisht me akuza të temave të legitimitetit, të temave të gjuhës shqipe, të temave të kështu, ka qenë lideri i Akit dhe lideri i BDI-s. Dhe unë këtë që e them unë, qytetarët e dinë se ka qenë publike dhe nuk e thoni as ju, as unë ndonjë gjë që nuk ekziston. Është ai që e ka thënë. Dhe unë mendoj se qytetarët, arsyeja kryesore apo një ndër arsyet kryesore pse qytetarët e kanë dënuar kësaj radhe shumë, për arsye se u bëhet tepërt më çështja e temave nacionale të pa baza në zgjedhje lokale. Qytetarët vërtet janë duke u ballafaquar me çështjet elementare jetësore dhe vërtet kanë mungesë infrastrukturës bazike. Dhe ti del si lider i një partie tjetër dhe ende flet për diçka, nuk don qytetarit të dëgjojnë më. Është i lodhur edhe shife edhe ne nëse merremi me gjëra të tilla do lodhen prej neve. Përderisa ti je duke punuar, ai nuk lodhet, por përderisa ti do fillosh të flasësh për bulevardin në vend të realizimit bulevardit, do flasësh për temat ku diun Rusia, Kina, Amerika, kështu edhe qytetarit do dënojë edhe ty pra. Rastin e zotit Ramadanit si do të ma komentonit, me që jemi te kjo politika e keni fjalën për kandidatin e Brvenicës, pra, për Hakim Ramadani. Hakim Ramadani ka qenë kandidat. Ishte kandidati juaj? Po pra, ka qenë kandidati i Vlen, i propozuar nga Vlen, dhe ka qenë propozimi si gjithë propozimet tjera, dhe gara ka qenë, mendoj se... E mbështetët deri në fund? Po, mendoj se
është e mbështetur deri në fund. Kemi thënë vazhdimisht, unë Haqimin e kam mik dhe kam thënë çdo herë le të fitoj më i miri, por këtë ka thënë edhe ai vet në komunën e tij, po kam thënë edhe unë për Zhelinën, le të fitoj më i miri. Dhe kështu do të themi ne. Mirë, po tani çdo kush Fatjona mba përgjegjësi për deklaratat e tija. Dhe ne ndonjëherë kur bëj unë ndonjë eventualitet, nëse kam unë ndonjë gabim, unë nuk mund t'ja adresoj dikujt tjetër gabimin. Do të marr për veten se kam bë unë. Por edhe fajet e tjerëve nuk i marr unë. Kështu që Haqimi me mënyrën e vet që nisi fushatën, ai mendoi se ajo është veprimi më i mirë për të bërë një fushatë të tillë. Ai njeh më mirë qytetarët e tij, e din çfarë duan ata, stilin se si e duan ata. Dhe normalisht përgjegjësia pastaj është, por jo me çdo kusht se mund të fitosh, ti mund të jesh perfekt. Unë nuk them se Haqimi ka gabuar në kuptimin e paraqitjes, ai ka qenë ndoshta shumë i mirë, po nuk do të thotë se ti do jesh për herë i mirë dhe do fitosh patjetër. Mund edhe të kesh edhe rezultate të këqija, sepse qetri mund të ketë arsyet e vet pse do të fitojë. Janë numrat, janë realizimet e punëve, pushteti, shumë faktorë janë. Unë mendoj se kur do, Haqimi do duhet të vijë në shprehje, do të thonë nëse nuk ka pas fatin të vijë tani, unë Haqimin e inkurajoj që të kandidojë përsëri në mandatin e ardhshëm dhe unë e shoh si kryetar të komunës Brëvenicës në mandatin e ardhshëm kur do qoftë ajo. Nuk ju vjen keq për humbjen si nocion kombëtar më shumë se sa si nocion partijak? Shifet tani, në Brëvenicë, deri tani ka qenë kryetar Jovica. Dhe kjo është hera e dytë, pra mandati i dytë i kandidatit aktual apo i kryetarit aktual që po menaxhon me komunën e Brëvenicës. Dhe këtë komunë, kur është ndruar hera e parë, duhet të mbajnë përgjegjësi ato herën e parë që erdhi dhe pse erdhi deri të ndrohet komuna, dhe ne i dim shumë qartë si ka ardhur deri atëherë dhe çfarë u bë deri atëherë. Tani ka qenë një betejë, një garë lokale ku çdo kush ka dalë të konkurojë, të kandidojë dhe unë mendoj se gara ka qenë pa incidente, ka pas gabimet e veta dhe të mirat e veta, po ato ja lëm kohës dhe çdo kush le të mbajë përgjegjësi për mënyrën se si i ka bërë gjërat. Fragmentimi mes shqiptarëve, po them fragmentimi politik. Nuk po flas për ndryshime të individëve apo qëndrime që në politikë janë të pranueshme, po fragmentimin vetvete. A e ul peshën negociuese të shqiptarëve në pushtetin qendror? Jo, do të thonë unë një. Do të thënë edhe kështu si jemi të fortë. Dhe mund të negociojmë gjithçka që mendojmë se na takon. Njëherë gjërat janë të qarta për arsye se kandidatët për kryetar komunash janë të gjithë qytetarëve. Kjo duhet bëhet e qartë. Ne kemi kandidatin Çajir në Tetov, kryetari Kasami është kryetari edhe i Maqedonasve në Tetov, si kryetar komune, por nuk është kryetar i Maqedonasve në aspektin politik, se ato ndahen në VMRO, ndahen në LSDM, ndahen në Levica e kështu me radhë. Mirë, po si kryetari i bashkisë apo i komunës, ajo është kryetari i gjithëve. Edhe gjithashtu, edhe gjithandej duhet të jetë kështu dhe ashtu është. Gjithë ata që nuk e respektojnë këtë parim, do të thotë nuk janë kandidat të denjë dhe të duhur për komunën e caktuar apo komunën e vet ku garojnë. Dhe nuk ka ndonjë dilemë apo mendim tjetër në këtë aspekt. Ti nuk mund të jesh kandidat për kryetar i komunës apo i bashkisë i një grupi qytetarëve. S'mund ndodh ajo, të paktën jo te unë dhe jo te ata që unë i kam në partinë time. Kështu që në këtë aspekt, përderisa është kështu, ne nuk mund të kemi fragmentime apo çështje. Ne mund të kemi gjëra që vërtet në aspektin nacional do të jemi të kujdesshëm. Ne nuk mund të dalim në televizion apo në publik dhe të shohim një nacionalitet tjetër dhe të kërkojmë pastaj vota nga ai nacionalitet. Edhe e kundërta, as ata nuk mund neve të na shohin dhe të jemi ne përgjegjës pse si kanë marrë votat. Se ti një grup qytetarëve që i kërkon votat, nga cilët i kërkon votat, ti i ke sharë, apo ke qenë i pakujdesshëm, apo i ke nënçmuar, apo i ke përbuzur, shumë e qartë. Këtë aspekt, pra të them, lokalet përgjegjësia i bie drejt për drejt kandidatit dhe duhet të jetë shumë i matur kandidati se çfarë flet, me kënd flet, kundër kuj flet dhe ndobi të kuj është ajo që e flet. Se fundja ti kërkon vota vlla,
Nga kush shkon vota? Nga gjithë apo veç nga një grupi, nga një grupacion i caktuar? Në këtë aspekt, ne jemi shumë qartë, çdo kush le të mbaj përgjegjësi për atë se si ka kaluar fushat dhe pse rezultati ka qenë i tillë. Dhe në fund, me që e kemi përmendur gjatë gjithë kësaj interviste pushtetin qendror, pushtetin lokal, pushtetin qendror, pushtetin lokal. Mbas 4 vitesh do të konkuronit për një mandat të 4 apo synoni pushtetin qendror, pse jo edhe ndonjë ministri? Unë po e thash të vërtetën tani, do ketë shumë apetite pastaj edhe nga kundërshtarët. Kështu që le të jetë kjo një farë enigme apo le të jetë një farë zbërthimi që do e zbërthej koha dhe nuk dua që të... Por pushtetin qendror nuk e hiqni nga lista për të qenë pjesë e tij? Jo, pushteti qendror apo institucionet me ndonjë portofol ministror në ekzekutiv nuk është se nuk do kaloj andej, por jo përderisa jam në komunë, derisa jam në mandat dhe përderisa kam shumë punë për të kryer, për të përfunduar. Dhe ne duhet të respektojmë vullnetin e qytetarëve dhe besimin e qytetarëve. Ti nuk mundesh unë të marr besimin e qytetarëve dhe të nesër të ikë ministri. E bëra të qartë 2029 flasim. Po, 2029 gjitha janë të mundshme, edhe ajo që e tha se do mund të kandidoj është më pak e mundshme, dhe ajo se do jem në ekzekutiv është më shumë e mundshme. Kështu që parashikimet e mia domethënë nuk që kanë edhe bashkëpasens. Po jo, ti parashikimet i ke shumë sakta, por se është më pak e mundshme pjesa e bashkisë, është më shumë e mundshme pjesa e ekzekutivit, por gjërat do t'i shohim në vazhdim. Unë të uroj shumë suksese, njerë në punët e bashkisë, po edhe në ekzekutiv përsëri të uroj shumë suksese, të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe do të presim sukseset e tjera për t'i diskutuar edhe për t'i promovuar bashkë. Patjetër, me kënaqësi çdo herë kur do jemi të ftuar dhe përshëndes gjithë shikuesit tuaj dhe emisionin Agora. Faleminderit shumë. Të nderuar televizionistë, përfundojmë kështu edhe këtë Agora. Ne ju lëmë sërish takim të shtunën e ardhshme në 20:30 në Almak Press.